Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka përfunduar hetimet për grupin e trafikut të kokainës nga Amerika Latine në drejtim të Shqipërisë. Organi akuzës ka komunikuar mbylljen e hetimeve për persona të dyshuar që janë arrestuar në muajin nëntor të vitit 2024 pas një hetimi të kryer nga prokurori Adnan Xholi. Të dyshuarit për trafikun e drogës janë Gej Sollari, Klajt Birçe, Alti Zonja, Artion Çaushllari, Endi Sejdini, Ismail Abdurrahmani, Baki Huçi dhe 3 persona të tjerë të huaj, 2 venezuelian dhe 1 kolumbian. Hetimi për trafikun e kokainës nisi pas informacioneve të marra mbi laboratorin e drogës në Frakull të Fierit, ku pranë banesës së ish funksionarit vendor Viktor Çervanaku u zbulua nga policia një sasi e madhe droge llojit kokainë prej 485 kg fshehur në lehra kimik. Prokuroria ndau çështjet në fraksione dhe ra në gjurmët e një tjetër grupi kriminal i cili transportonte kokainë nga Amerika Latine drejt Shqipërisë përmes lëkurës së kafshëve. Grupi i trafikut ndërkombëtar të drogës dispononte një laborator për punimin të kokainës në Qerek të Krujës e 2 ambiente mbështetëse në Tiranë dhe në Durrës. Nga hetimet rezulton se ata përdorin një biznes për të kamufluar trafikimin përmes kompanisë Alb Lëkur, e regjistruar në 27 tetor 2020 në qendrën kombëtare të biznesit. Ky subjekt ka kryer një pagesë në 11 maj të vitit 2024 me vlerë $23,000 tek një firmë me vendodhje në Republikën Dominikane, për ju që porositë edhe një sasi prej 24 ton lëkur gjedhësh me krim. Ngarkesa e ndarë në 20 paleta u nis me destinacion portin e Durrësit në datën 17 korrik 2024 dhe një muaj më pas dogana e Tiranës kreu veprime doganore dhe pas ngarkesa u transportua drejt Mulletit në një magazinë për shtator me ruajtjen e saj. Një muaj më pas, në 23 shtator merren informacione për nisjen e një tjetër ngarkese prej 24 tonësh që mbërriti në portin e Durrësit në datën 8 nëntor, për të cilën u pagua rreth $20,000 të tjera. Hetimi pati si indicie ndarjen e disa akteve nga hetimi i një tjetër çështje që mban datën 17 nëntor 2023 për një sasi lëndë narkotike që u kap në plek kimik në Frakull të Fierit. Spa ka dyshime që grupi kriminal mund të nxjerrë drogë nga laboratori edhe për llogari të grupeve të tjera kriminale. Në vendimin e gjykatës për vlerësimin e masave të sigurisë bie në sy se një shtetas i huaj që ishte marrë nga grupi si ekspert i ndarjes së kokainës nga lëkura, kolumbiani Lezenda Narvaez me pseudonimin Gafas, kërkohej në vendlinjen e tij si lideri i një grupi kriminal të trafikut të kokainës. Ai kishte një vit që ndodhej në Shqipëri. Emri Narvaez rezulton në kërkim në kuadër të operacionit policor Pacifico, zhvilluar në nëntor të vitit 2023, ku në Kolumbi u arrestua edhe shtetasi shqiptar Klodian Zaimi, që rezulton se është djali i dajës së Artion Çaushllarit, i arrestuar nga SPAK si një nga financuesit e trafikut të lëndës narkotike. SPAK bëri të ditur se në maj të vitit 2024 kolumbiani Gafas ka qëndruar për disa orë në një vilë në një fshat të Pogradecit, i shoqëruar nga Artion Çaushllari dhe Klajdi Birçe, të dy të arrestuar, ku dyshohet se kanë nxjerrë një sasi kokaine. Në atë rast agentët nuk kanë ndërhyrë pasi operacioni mund të dekonspirohej.